Ideja që përmend për një dalje nga burgu dhe një paraqitje surprizë në dasëm nuk përputhet me realitetin publik dhe do të ishte spekulative. Por nëse e marrim si një skenë imagjinare, si pjesë e spektaklit dhe dramës që shpesh krijon Big Brother VIP Albania, atëherë mund të përfituohet si një moment vërtet i bujshëm dhe i paharrueshëm. Mbrëmja e dasmës së Mateos dhe Brikenës kishte arritur kulmin. Muzika, vallet dhe atmosfera festive kishin pushtuar çdo cet të shtëpisë. Banorët po kërcenin pa ndalur, ndërsa Gena vazhdonte të mbante gjallë ritmin me këngët e tij. Në obor, pranë portës së kalas, ku Mateo shpesh qëndronte, gjithçka dukej si një festë e madhe tradicionale shqiptare. Papritur, një njoftim i papritur nga vëllai i madh ndërprerë muzikën. Dritat u zbehen lehtë dhe një atmosferë misterioze pushtoi shtëpinë. Banorët u ndalën, duke parë njëri tjetrin me habi dhe kurreshtje. Askush nuk e dinte çfarë po ndodhte. Dera kryesore u hap ngadalë dhe hyrja e një të ftuari surprizë bëri që të gjithë të mbeteshin pa fjalë. Në këtë skenar imagjinar, shfaqet Erion Veliaj duke hyrë në shtëpi mes duartrokitjeve dhe habisë së banorëve. Reagimet ishin të menjëhershme, disa u çuditën, të tjerë filluan të qeshnin dhe të brohorisnin, ndërsa disa thjesht nuk u besonin syve. Vëllai i madh kishte përgatitur një surprizë të madhe për çiftin. Prania e tij simbolizonte një lloj bekimi për martesën, një moment që do të mbetej gjatë në kujtesën e të gjithëve. Mateo dhe Brikena, të emocionuar, e pritën me buzëqeshje, ndërsa atmosfera u rikthye menjëherë në festë. Pas kësaj hyrje të papritur, muzika rifilloi edhe më fuqishëm. Gena i dedikoi disa vargje të tjera çiftit, ndërsa banorët u rikthyen në valle me një energji edhe më të madhe. Tani festa kishte marrë një tjetër dimension, një kombinim surprizash, emocionesh dhe momentesh që askush nuk i kishte parashikuar. Mateo dhe Brikena qëndronin në qendër të gjithçkaje, duke përjetuar një natë që dukej si një ëndër. Çdo detaj, çdo moment, çdo surprizë e bënte këtë dasmë edhe më të veçantë. Nga vallet tradicionale tek këngët popullore dhe hyrjet surprizë, gjithçka ishte menduar për të krijuar një spektakël të vërtetë. Në fund, kjo dasmë brenda Big Brother VIP Albania nuk ishte thjesht një festë, por një histori e mbushur me emocione, surpriza dhe momente që do të diskutohen gjallë. Një natë ku gjithçka dukej e mundur, ku realiteti dhe spektakli ndërthureshin në mënyrën më të papritur.